Rikthehemi studiot nderuar teleshikues, sikur se njoftova edhe në fillim dhe para pak çaste, Shastrit Patozi na është bashkuar në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se vjen. Zoti Patozi, kemi ndoshta fitoren e parë të Partisë Demokratike në betejën e saj për dekriminalizimin. Elvis Roshi, jo vetëm që ka të ndërheqjen, një nga njerëzit që është mbrojtur më shumë nga një parantezë që mos ta harroj sepse kam frikë se mund ta harroj pak më vonë. Me këtë partinë e re, rriten shanset të demokratëve për të ardhur në pushtet? Unë mendoj që shanset e Partisë Demokratike rriten me çdo individ dhe me çdo fluks apo forcë politike që i bashkohet frontit opozitar. Dhe ajo që do të dëshiroja është që Partisë Demokratike i takon që të udhëheqë njerëzit që janë opozit me qeverinë që janë më shumë se sa Partia Demokratike. Dhe është në meritën e saj, në rast se do ditë i bashkojë ato në një front vetëm. Dakor. Para disa kohësh, vetë Lubonja tundoi nga ideja e një koalicioni qelbësirash kundër shpreha është e Muçnanus. Jo, unë nuk as e kam lexuar, as e kam dëgjuar këtë opinion të Lubonjës, por nuk jam kategorikisht kundër kësaj lloj aleance. Ideja nuk është ideja është, aludimi është të mbledhim këtë mundim për t'i bërë ballë, jo. Unë jam kategorikisht kundër aleancave numerike. Pra, do doja që të kishte një aleancë parimesh dhe vlerësh. Pra, është e vetmja mënyrë për ta mundur të keqen, por bile edhe të keqen brenda vetes, sepse edhe ne nuk jemi imun nga fenomene apo smundje negative të tranzicion. Dakor, okay. Kjo ishte sepse, jo, më kujtova sepse Zoti Basha është marrë për 2 ditë radhazi, ndoshta me drejt nga pikpamja politike juaja, me këtë çështje në Roshi, po kësaj ere bëri pra duke njoftuar këtë bashkimi me këtë partinë e re që urojt këtë vlera dhe mos jetë thjesht një bashkim numerik, sikur se ju thatë. Atëherë vim tek Elvis Roshi. Elvis Roshi, një nga njerëzit më të mbrojtur, jo më larg se sa dje kishim një kolazh me deklaratat në ABC News të kryeministrit Edi Rama pra për Elvis Roshin, se çfarë ka thënë, si e ka mbrojtur, si ka bërë humor, si ka bërë batuta. Elvis Roshi jep dorëheqjen, përfundon këtu, vazhdon. Kujtoj që kemi kryebashkiakun e Krujës që ju akuzoni shumë fort me të tjera. Atëherë ju thoni që kjo është një fitore e parë. Jo, nuk e poj, po ju pyes. Jo, ju thoni që është fitore e parë e Partisë Demokratike e Opozitës për shkak se është kauza e saj dekriminalizimi. Unë mendoj që nuk ka vend për triumfalizëm, pavarësisht se unë i përkas Partisë Demokratike, sepse mendoj që më tepër se fitore e saj është një lloj fitore e shoqërisë. E shoqërisë shqiptare e cila do të shpëtojë nga ky lloj fenomeni. Bile unë do e quaja epidemi. Dhe ajo që po ndodh sot me dekriminalizimin është në një farë mënyre pasqyra më realiste e rrënimit të rilindjes. E rrënimit dhe degradimit moral të rilindjes. Po unë them që më tepër se sa kaq. Sepse pavarësisht se mund mos jetë në proporcion të drejtë, po mendoj që ka dhe një lloj rrënimi elektoral të rilindjes, sepse besoj që e gjitha kjo është përkthyer në një refuzim apo në një pakënaqësi të publikut ndaj kësaj lloji politike. Dhe unë mendoj që më tepër se sa dalja apo ikja e Elvis Roshit nga politika, kjo që po ndodh sot ka vlerë për të parë se si po e pret dhe se si po reagon Partia Socialiste ndaj kësaj që po ndodh. Dhe kjo është dramatike, mendoj. Sepse cili është reagimi? Reagimi i parë është avokati mbrojtëse e vetë kryeministrit, pra e përgjegjësit kryesor që jo vetëm sipas nesh, po sipas gjithkujt, është përgjegjësi kryesor për këtë fenomen. Parantezë këtu ku jemi, nëse do të ishit ju kryeministër, si do të reagonit? Do të pranosh që një nga protegjeja yt. Nëse unë do të isha në rolin atij. Autogol politik. Nëse do të isha në rolin atij, minimumi do heshtja. A do heshtni? Do ta kisha vënë fare pa diskutim, sepse unë po flas e them se të ndodhi si aksident. Po, dakor. Por nuk do përpiqesh ta amortizonit goditjen. Absolutisht. E gjithë historia është se ai nuk ishte aksident, as ai dhe as të tjerët. Sepse sot flitet për një bilancë jo fort vogël të dekriminalizimit. Pra ne kemi të paktën 3 deputet larguar nga parlamenti.
një deputet shpallur mafioz nga vetë majoranca për shkak se i doli kundër, dhe ky është rasti Doshi. Kemi 2 kryetarë bashkie që kanë rënë në betejë këtë javë, pavarësisht se për motive të ndryshme, ai i Peshkopis dhe ky i Kavajës. Kemi 2 tjerë në radhë që vetë në formularin e vetë deklarimit kanë deklaruar që kanë mbi 2 emra, 2 deri në 4 emra. Pra, ne kemi një fenomen masiv. Dhe kjo është një gjë dramatike për vendin dhe për shoqërinë, prandaj them që ikja Elvis Roshit, më tepër se sa ka vlerë për fatin politik një personi i cili tek e fundit aksident ka qenë, ka vlerë se jep një mesazh që ka shpresë që ne të dalim nga kjo katandisje flagrante. Ju ndërpreva në fakt në argumentin tuaj, por nuk është se humba fillin, ju thatë pra mënyra se si reagoi Partia Socialiste dhe morët reagimin e vetë kryeministrit, por nga ana ndoshta nuk duhet lënë pa përmendur ai mitingu Kavajës që ja pra, të them, Partia Socialiste ka 2, Partia Socialiste ju a bëj pyetje dhe pastaj përgjigjuni si doni radha. Por ama tjetra është që Partia Socialiste nëpërmjet Blerina Gjylamerit tha edhe këtë tjetrën që kjo tregon se si Partia Socialiste ka tjetër moral nga i Partisë Demokratike dhe pyetja ka të bëjë me personat me rekorde kriminale ose të dyshuar kriminale brenda radhës së Partisë Demokratike. Kaq kam dhe tani ka pasur dy mënyra reagimi nga Partia Socialiste. E para ka qenë vetë parë nga kryeministri, i cili është pothuajse përveç se cinik, është edhe qesharak në reagimin për mbrojtjen e Elvis Roshit. Pse? Sepse ai më tepër ka problem tani që si t'ja bëjmë më të lehtë ikjen Elvis Roshit, se sa ka problem mesazhin politik që jep për shqiptarët si përfaqësues i forcës kryesore qeverisë. Pra ai nuk ka merak që t'i thotë shqiptarëve, shiko, ne po ndahemi nga kjo e keqe dhe po ndahemi me vullnet, po ka problemin se si t'ja bëj të lehtë rrugën Elvis Roshit, dhe kjo është shumë tronditse. Unë e them me trishtim këtë, sepse ai nuk mund të krahasojë dhe nuk mund ta përdorë si model shembullin Roshi, se nuk është ky modeli i emigracionit shqiptar. Ne kemi mbi 1 milion emigrant të suksesshëm, të ndershëm me shumica shpërtyre, sigurisht kemi edhe kontingjentet policive pa diskutim, po këto nuk janë shumica, këto janë pakica, këto nuk na përfaqësojnë. Dhe aq më tepër, në rast se këto janë pak, çfarë nevoje kemi ne që këta t'i vëmë në nivelet më të larta të pushtetit? Dhe këtë duhet të shpjegojë Edi Rama. Së dyti, është ajo që thatë ju, protesta është rast unikat në botë. Absolutisht nuk ka ndodhur asnjëherë që të protestohet për një dorëheqje. Se dorëheqja është pak a shumë si vdekja. Pra që të le pa fjalë, pa reagim, dhe s'ke çfarë thum më shumë, se tjetri ka dhënë dorëheqjen. Tani kundër kujt protestonin ata njerëzit? Normalisht, po të protestonin, në rast se do të kishte një sens, kundër Elvisit vetë, që ka dorëheqje, pse u largove? Jo, duhet protestonin në tribunalin e Bolonjës, e ku diun. Pse keni dënuar? Okej. Ati qyteti italian që ato e ka dënuar. Sepse ai po largohej për shkak të konfliktit që kishte me ligjin e dekriminalizimit. Dhe pyetja është që si ka mundësi që këta njerëz protestojnë ditën për diell për një akt politik. Unë kam një pyetje, si ka mundësi që këta njerëz në Kavaj, bastioni i demokracisë? Jo, unë të the tani fakti se është pyetje që e bëjnë dhe njerëzit. Se pyetja është si ndodhi që Elvis Roshi, ky person që në Kavaj njihej, u bë kryetari i Bashkisë Kavajës, një vend me rekorde. Për sa kohë ti imponohesh demokracie të theksuar. Për sa kohë që ti gradualisht i e imponuar qytetarëve dhe nuk i ke lënë mundësi zgjedhjeje. Pra ti ke thënë që do kesh ose trafikantin, ose përdonusin, ose spaqatorin e drogës. Një nga këta 3 do kesh përfaqësues. Sigurisht që njerëzit kur e shikojnë që kjo është një fenomen, nga i cili nuk kanë forcë shpëtojnë, atëherë përshtaten. Me thënë ju do të thoni që Partia Demokratike s'ka bërë zgjedhjet e dhura në një bastion të saj? Jo, po thoja për njerëzit që janë detyruar në një farë mënyrë të përshtaten edhe në Laç, edhe në Kavaj, edhe diku gjetë, ku ka edhe në Kruje, kështu me radhë. Pra, nuk i thatë përgjigje pyetjes time se si ndodhi që Elvis Roshi fitoi kaq shumë terren Kavaj, aq sa sot kemi njerëz që dalin dhe protestojnë për dorëheqjen e tij. Megjithatë, tani gjithë historia është që ne duhet lexojmë se çfarë ishte ajo protestë. Dhe pse protestojnë ata njerëz? Sepse ata ndjehen si në shtëpinë e tyre, pra në këtë qeveri. Dhe ka ndodhur 3 tilla
në harkun e këtij viti ka ndodhur 3 protesta unikale. E para ishte para një viti në vor, kur përkrasit e LSI-s u mblodhen dhe protestonin para bashkisë se kandidati i opozitës u kishte vjedhur mandatin, që ishte një gjë absurde, s'kishte ndodhur në Shqipëri. Dhe fal ndërhyrjes edhe të ndërkombëtarëve, ajo protestë u ndërprej, po ishte qesharake nga ana tjetër, ndërkohë që kishin bërë 99 për ta marrë atë mandat, për ta rrëmbyer mandatin, protestonin pastaj që u kishte vjedhur opozita mandatin. Protesta tjetër ndodhi para 10 ditësh, përpara gjykatës administrative. Për cilën ju reaguat shumë ashtë në parlament? Sigurisht, Erion Velia mblodhi shpurën e bashkisë, mblodhi dhe gjysmën e deputetëve të opozitës, të majorancës, i çoi atje përpara gjykatës dhe i tha ju s'mund të merrni këtë vendim. Që ishte një gjë e pandodhur më parë në Shqipëri, e pa precedent, dhe ja ku jemi, arritëm në këtë pikë tani. Vim logjik thoni ju i kësaj? I kësaj katandisje ku ne kemi mbritur. Ndaj, unë them që ne jemi vetëm në rekordet e para, pra në bilancin e parë paraprak të dekriminalizimit. Unë mendoj që situata është shumë e rëndë se kaq, po edhe se kur kaq tjetë, është shumë. Pse është shumë? Po unë po them, sa kryetar bashkisë ka fituar Partia Socialiste? Ja të them unë. Jo më shumë se 22, në mos gabohem, se nuk jam shumë i sigurt. Po nga këta, 4 të paktën janë për t'ikur. 2 kanë ikur tashmë, dhe 2 tjerë janë rradhë, për të mos thënë më shumë. Do të thotë 1/4 e përfaqësuesve të pushtetit lokal, përfaqësues më të lartë të pushtetit lokal, janë të prekur nga ligji i dekriminalizimit. Pra ne kemi të bëjmë me një fenomen masiv. Në radhët e Partisë Demokratike, se kjo ishte pjesë e pyetjes që ju bëra pak më parë, ka persona të cilët të rrezikohen nga largimi? Të largohen, japin dorëheqje. Unë s'pari nuk mund të kem 2 standarde. As unë dhe as partia që përfaqësoj s'duhet ketë. Pra, në rast se unë them që secili që preket nga nenet e ligjit dekriminalizimit, secili që në të kaluarën e vet ka bërë krime monstruoze, të cilët parashikohen te ligji eksplicit sui generis që ne miratuam bashkërisht në parlament, le të ikin në shtëpi, cili do qoftë i Partisë Demokratike, i Partisë Socialiste apo kujdo partie tjetër. Pra ka. Dhe në rast se ka, ata janë... Ju jeni parimor, nëse ka, t'ikim, po unë po ju pyes konkretisht, ka apo s'ka? Janë të mirë pritur që t'ikin. Pra, por unë nuk di që t'ketë, sepse ka pasur një përpjekje të dëshpëruar, sipas meje, për ta relativizuar dhe për ta bërë si fenomen normal. Bashkiaku i Mallakastrës për shembull është përmendur si deputeti në Fufi, po ashtu. Nuk e njoh rastin, po di që ka pasur shpjegime. Ka pasur shpjegime dhe unë jam i prirur që t'i marrë të mirëqena. Për sa kohë që një institucion tjetër, një institucion jo partit politike. Që merret me kontrollin. Po pra, një institucion tjetër nuk ka folur. Në çastin që një institucion flet, sigurisht që unë hesht edhe të riqem. Dakor. Pra, unë nuk mund të marrë të mirëqena deklaratat politike, as Partisë Socialiste, po as Partisë time në rast se ato nuk vërtetohen. Që ta avancojmë në këtë aktualitet. Për këto që po flasim ne, këto janë histori që kanë ndodhur. Pra, 4 deputet të parlamentit janë kush i plagosur, kush në burg, i plagosur në kuptimin politik të fjalës, dhe kush i vrarë. Pra, janë t'ikur tashmë. Ka filluar ligji i dekriminalizimit të funksionojnë në avancë. Socialistët e shohin... Kemi 2 krye bashkiak, po qa mund të presësh më tepër? Për një vit. Pra, për një vit kemi gjithë këtë situatë të përmbysur, ku lexohet fare qartë në gjithë Shqipërinë që krimi ka pushtuar majat e politikës. Një pyetje... Ku do shkojë më shumë një bandit, se sa të bëhet deputet apo të bëhet kryetar bashkie? Një pyetje sepse kantierët politike nuk është vetëm dekriminalizimi, ishte le të themi një nismë juaja, arritët ta bënit kaos, dhe sot po jep me sa duket frytet e saj, po kantierët politikës janë reforma në drejtësi, që me sa duket ju e keni më pak për zemër, po t'i referojmë deklaratave. Ky është opinion, nuk është fakt. Atëre fakt. Kantierë politike. Kantierë politikë është fakt, biem dakord. Kantierë politikë është reforma elektorale. Për mua reforma në drejtësi është një kantierë politik i cili është hiperbolizuar. Pra, unë e kam thënë edhe herë tjera. Pse? Socialistët e shohin të lidhur pikërisht me dekriminalizimin. Është hiperbolizuar në 2 rrafshe. Spari për të fshehur plagët e tjera që janë këto që po flasim, dekriminalizimi po jo vetëm ky. Pra, ne kemi edhe plagë tjera. Se ne jemi vendi më i padrejtë, vendi më arbitrar,
në rajon dhe vendi më i kriminalizuar në rajon. Ne jemi vendi ku pothuajse kudo mbillet drogë. Si askund tjetër. Pra ne jemi vend i pazakont. Ne sot jemi shndruar me shpejtësi në një vend anormal. Dhe këto janë plagë që nuk i zgjidh dot reforma në drejtësi, prandaj unë jam skeptik, jo thjesht për fatin e reformës, po për atë e them se kjo do miratojë sot, ajo nuk do ta zgjidhë problemin. Një parantezë, një pauzë në këtë argumentim tuaj. Na nuk ju duket se jeni duke thënë të njëjtën po mbani të njëjtin artikulim që mbani socialistët në rastin e 3 ligjeve, dhe po i kujtoj ishte ligji për funksionimin e gjykatës, ligji për gjykatën e lartë që i hapte mundësitë funksionimit të gjykatës administrative, ligji për në punësinë civil dhe ndryshimet rregullore në kuvendit. Atëherë ju kërkonit me këmbgulje, nuk ja them ju se ju jeni i brendshëm dhe e dini, po ja kujtoj teleshikuesve. Në atë kohë ju kërkonit to 3 ligje për të marrë për çeljen e negociatave të tashimit me Bashkimin Evropian, ndërkohë që marrjen e statusit, më falni, ndërkohë që sot socialistët i kërkojnë reformën drejtësi për çeljen e negociatave të tashimit. Pra jemi përballë afatesh që Shqipëria po i humbet. Dhe ju thoni tani që unë besoj që nuk është e njëjta gjë, po mbi të gjitha nuk është e njëjti qëndrim edhe imi me qëndrimin zyrtar të Partisë Demokratike, sepse unë kam pasur një qëndrim tjetër, i cili nuk është ky qëndrimi zyrtar. Pra, qëndrimi im ka qenë që në fillim që në kryet herës, po themi, që 2 vjet sa më parë që ne duhet bëjmë reformë totale kushtetuese, pra reformë tërësore, rrënjësore. Ju jeni për një kushtetutë të re. Unë jam për një kushtetutë të re dhe unë i kam shpjeguar arsyet sepse është pa mjaftueshme reforma në drejtësi, edhe sikur ajo të jetë perfekte, që s'është, në fakt nuk është. Sepse e gjithë flurulla që ka ndjekur reforma deri më sot tregon që ajo ka qenë një përpjekje hileqare. Pra një përpjekje që kërkonte t'ia hidhte opozitës dhe t'i rrëmbente opozitës në tavolinë pushtetin gjyqësor. Sepse pse keni ju pushtetin gjyqësor këtë moment apo? Jo, t'ia rrëmbente pushtetin gjyqësor që do të thotë që ta linte atë Mënjan dhe vetë kishte pushtetin gjyqësor, kaq. Po marrim, po supozojmë që pushteti gjyqësor sot nuk është askujt. Do të thotë që ta fuste në durët e veta pushtetin gjyqësor. Dhe kjo është shumë për një vend të brisht me demokraci të brisht. Socialistët thonë që pushtetin gjyqësor keni ju. Një nga arsyet që për shembull Erion Velia e doli përpara gjykatës administrative është sepse ai aludon që gjyqtarët janë vendosur nga Presidenti i Republikës. Një person i cili dha një vendim shumë të kontestuar të zgjedhjen në Tiranë, Tom Dreca, u promovua antar i gjykatës lart. Kjo është një akuzë politike e cila nuk që Tom Dreca nga gjykata apelit shkoi në gjykatë. Po nuk e ndajmë pra ne, dhe unë thash që nuk e ndajmë partitë politike të drejtën, asnjëherë. Pse? Sepse të gjitha partitë politike apo kampet politike të rregjen nga vetja. Dakor. Dhe kjo vlen edhe për partinë time. Ju përmend një fakt. Dakor, ju bët mirë që e sqaruat dhe një herë, e sollët në vëmendjen e teleshikuesve, kush është i vëmendshëm dhe ndjek jetën politike e di që ju jeni për një reformë të plotë kushtetuese, pra një kushtetutë të re, sepse mendoni pra dhe sigurisht sa e thatë që reforma e drejtësisë nuk do të zgjidhë problemet që ka. Megjithatë unë do doja të dija qëndrimin zyrtar të Partisë Demokratike, sepse ju jeni antar i i mbledhjeve të grupit demokrat. Jo, një pyetje, tani t'ju përmend fakt. Kryetari i Bashkisë, kryetari i po flisni për Erion Velia, kryetari i Partisë Demokratike, dhe ky është fakt, kur është pyetur pikërisht për këto afate dhe për, le të themi, presionin, ai ka thënë është e pandershme ky presion që i bëhet Partisë Demokratike, presionin e kohës për ta miratuar brenda një afati të caktuar. Ka thënë që nuk hapet negociatat nuk të hapen negociatat, nuk çelen negociatat të antarësimit, pa siguruar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra duket sikur ka një vullnet, dhe këtë po ju pyes, po ja bëj formë pyetja, ka një vullnet brenda Partisë Demokratike për ta çuar sa më shumë në afat kohor reformën në drejtësi, në mënyrë që kjo mos përkojë me një dhuratë, themi, elektorale, që do t'i bëjë mazhorancës para zgjedhjeve. Tani, ky nuk është ende qëndrim zyrtar i Partisë Demokratike, është thënë në mes të tjerësh nga kryetari i partisë se nuk e ka thënë gabim këtë, por unë mendoj që reforma drejtësi nuk është peng i reformës elektorale. Po edhe po t'ishte, do ishte shumë mirë. Pra, që ne në rast se PD-ja do dalin nesër ta thotë zyrtarisht që nuk ka reformë në drejtësi, pa bërë përpara reformën zgjedhore, do ishte në drejtën e saj dhe do ishte krejt fair. Do ishte absolutisht një propozimet konkrete janë artikuluar, votim dhe numërim digital. Do ishte një qëndrim i qartë politik dhe qëndrim i ndershëm. Sepse nuk mund të ketë
Pra nuk mund të ketë që ti të ma kërkosh konsensusin, unë ta japë dhe pastaj ti të mos ma japësh. Kur në rast se do jemi lojal me njëri tjetrin. Pra, ti nuk mund të japë konsensusin për reformën drejtësi që është shumë pak e rëndësishme në raport me zgjedhjet, se ne gjithë problemet në zgjedhje i kemi. Edhe ky procesi dekriminalizim për shkak zgjedhjeve vjen, pa diskutim. Po se pse u thirrën këta trafikantë dhe këta vrasës apo protunues, pse u thirrën këta në Partinë Socialiste? Që të villin zgjedhjet. Pra që t'u imponohej njerëzve me forcë vota. Dhe këto, prandaj Partia Socialiste nuk i lëshon këta. E di pse nuk i lëshon? Me që, jo, një sekond, mos rikthehemi prapë në një argument që e mbyllëm, sepse të ecim po pra, ne nuk mund të shkojmë, si vend, nuk mund të ecim përpara pa një marrëveshje që kalon përtej nevojave të momentit. Dhe reforma në drejtësi që është kthyer si një lloj feje, apo ideologjie, e konsideroj si nevojë të momentit. Unë mendoj që ne duhet dalim mbi nevojat e momentit, ne na duhet një marrëveshje e madhe politike, e cila të jap fund disa fenomeneve, se nuk është vetëm problemi që kemi me gjyqësorin dhe me drejtësinë, që e ka ngecur këtë vend në këtë gjendje. Si jepet fund? Se tani nëse sa jepet fund pra me një akt politik dhe jo me një ndjesë. Unë kam dëgjuar njerëz që i thonë Edi Ramës që duhet kërkojnë ndjesë për Elvis Roshin apo për kujdiun, për atë të Krujës apo për atë. Çfarë nuk kupton akti politik? Akti politik marrëveshje. Pra, vetëm marrëveshja ka sens. Kur mos kërkoft, ai nuk kërkon edhe po t'i lutem unë, po. Nuk kërkon sepse ai qëndrimin e tij e shprehu për Elvis Roshin. Por edhe sikur të kërkonte, nuk i duhet njeriu ndjesa e tij. Kjo shoqëri ka nevojë për një akt politik. Pra që ti të hartosh një reformë, një marrëveshje politike, ku të zotohesh me firmë dhe me gërm, të zotohesh që këto lloj fenomenesh nuk do të përsëriten më, që nuk do të ketë më kandidime njerëzve të inkriminuar, do të ketë më arrogancë. Nuk është sui generis, është përtej ligjin e kemi. E bëm ligjin e dekriminalizimit për të parandaluar këtë lloj fenomeni. Flas për një kushtetutë re që do të thotë kushtetuta re është mendim juristësh, kushtetuta re është reformë re zgjedhore, reformë re në drejtësi, reformë re në trajtimin e institucioneve dhe ndërvarësinë e institucioneve. Pra kjo është marrëveshje re politike që kërkohet. Marrëveshje re për të bërë një kushtetutë re. Sigurisht. Dhe ne në rast se nuk do dalim vetëm të dekriminalizimi, në rast se ne nuk do të arrijmë në bindjen që kjo është një nevojë e shoqërisë. Pra nuk është nevojë e partive politike. Ne nuk do dalim dot. Jo, ka shumë unë njoh jurist edhe për shembull Zoti Gjata është një nga ata që artikulon me forcë nevojën e një kushtetutë të re, po ai është nga një këndvështrim jo politik, por thjesht ligjor, juridik, që është një kushtetutë që prodhon konflikte, mëse si funksionojnë institucionet me tjetrin. Po që është ai e shikon në optikën e një juristi dhe mirë bën që nuk merr edhe tagrin e klasës politike. Por e kam fjalën që ka njerëz që mendojnë këtë gjë. Në të gjitha këndvështrimet po ta shikosh, ajo është një nevojë, është domosdoshmëri. Pyetja është, kjo nevojë perceptohet si e tillë brenda Partisë Demokratike, pra nëse Lulzim Basha do të takohet nesër, pas nesër, pas nesër me Edi Ramën. Tani unë nuk mund të shkojë ai me një propozim të tillë apo tani unë besoj që Lulzim Basha është në lartësinë e emisionit që përfaqëson për të shkuar dhe për të marrë atë që meriton Partia Demokratike nga i nivel bisedime. Zoti Basha është shumë i zoti, po është Zoti Basha transparent me ju, pra a ju informon ju ose a kanë... Tani, se kjo është një pyetje që nuk ka shumë rëndësi për publikun, po është boll transparent, sa që në shumë raste mbledhjet e grupit për shembull janë edhe të televizionuara, pra jepen live. Po pyes konkretisht, jo në parim, se në parim është tjetër gjë, se si rregulloni partinë, po flasim për një takim të mundshëm Basha Rama dhe ajo që unë do doja dhe që Partia Demokratike dhe publiku do priste, do ishte që kjo tryezë të mos shërbente si kapital për kundërshtarin politik, i cili, sepse iniciatori i këtij takimi e ka bërë për qëllimet e vet aftese. Ka dhe mendime brenda grupit. Shëndet Topalli thotë që bisedat politike bëhen brenda parlamentit. Jo, unë nuk jam dakord me këtë. Unë them që të tilla takime në të tilla nivele janë domosdoshme, sidomos kur situata politike është e tillë. Pra, situata politike, ne jemi në një krizë
Jemi në një krizë shumë dimensionale. Politike, morale, ku pushteti është në një degradim total dhe ku besueshmëria e njerëzve te politika është në pikën më të ulët. Pra, ka nevojë që për një vendimarrje e cila duhet të jetë e dy anshme, e të dy kampeve, dy bloqeve politike. Dhe në rast se zoti Basha do di që këtë nevojë për këtë emergjencë kombëtare ta transmetojnë në tavolinë, ka bërë detyrën e tij, pastaj varet edhe nga pala tjetër. Por kjo nevojë duhet zbrazur në tavolinë. Sepse unë e di, ftesa e tij është ileqare. Pra është një ftesë në një farë mënyrë për të lagë gojën dhe për të thënë që unë e shkrepa dhe fishekun e fundit për reformën në drejtësi. A thu se reforma në drejtësi, edhe sikur të miratohet, do të ishte ilaçi çuditëbërës që do i zgjidhte gjitha këto probleme që kemi. Ka një problem në gjithë histori, për mendimin tim. Ka shumë probleme në këtë histori, po them që... Problem në raport me ju, që dy prej ambasadorëve kryesorë në vend, dhe ne jemi një republikë ku roli ambasadorëve të huaj mirë apo për keq, na vjen mirë apo s'na vjen keq, ka qenë influent në këto 25 vite tranzicion, janë për nevojën urgjente të reformës së drejtësisë. Është ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Lu dhe është ambasadori i Bashkimit Evropian, një vend ku ne synojmë tym, nuk na merr njeri me zonë Bashkimi Evropian. Ky është një fakt i njohur, nuk është se po themi një gjë. Do ka një përfshirje të pazakontë të dy përfshirja është individuale, ata thonë ne jemi, flasim në emër të presidentit, flasim në emër të... Jo, po unë s'po them asgjë nga këto. Unë po them që ka një përfshirje e cila është e pazakontë, por në një farë mënyrë për ligjet me atë që edhe ata e ndjejnë që ne jemi në situatë të pazakonshme. Dhe si arritëm ne në këtë pikë, pse u bëm në vend kaq i pazakontë? Ka një përgjegjës. Dhe pavarësisht po them dëshirës mirë që mund të kenë ambasadorët, për të ndihmuar... Po, pavarësisht, unë nuk e marr të mirëqenë dëshirën e tyre, që ka një dëshirë të mirë që kjo reformë bëhet sepse është në të mirën e vendit. Dhe ne e pranojmë pa diskutim që sistemi ynë juridik, pra sistemi ynë gjyqësor dhe prokuroria, drejtësia në përgjithësi ka nevojë për ndërhyrje. Çështja është që a na zgjidh kjo problemin apo s'na zgjidh, dhe përfshirja atyre sigurisht ka qenë e mirëpritur. Nuk ka një problem. Çështja është tani që reforma çfarë është? Është reformë perëndimore, është reformë që bëhet për shtetet amerikan apo kanadez apo francez, apo është një problem shqiptar? Është problem shqiptar, pa diskutim. Ne do ta zgjidhim, ne duhet të secilit bëj detyrën e tij. Një pyetje e fundit, sepse jemi në limitet e kohës. Ju folet dhe për rënim elektoral. Pra, ju thatë që gjithë në fillim, e përmendet dhe fjalën rënim elektoral. Kjo është bindja ime, sepse unë ende kam besim që njerëzit nuk janë aq të lodhur sa që të thonë që politika është një batak pas një shpresë. Po, sondazhet brendshme të partive të ndryshme nxjerrin rezultate të ndryshme. Kaq po them, sepse sa kohë... Unë s'kam besuar kurrë te sondazhet. Ne kemi zgjedhjet, s'kemi pse shkojmë te sondazhet. Kemi zgjedhje, domethënë... Dakord. Shpresoni që ky rënim elektoral të prish, ose mendoni që ky rënim elektoral të prish një konstante historike në komportimin elektoral, jo në komportimin, por në 25 vjet demokraci. Dhe konstantja historike që për mua është fakt dhe jo koment apo bindje, është çdo qeveri ka bërë 2 mandate. Është dashur një lëvizje e fortë, një goditje sistemike për ta prishur këtë, po dhe kjo ka ndodhur më pas. E kam fjalën 97, pra 97 ndodhi pas 96-s. Dhe çdo qeveri, çdo mazhorancë ka bërë gjithmonë mandatin e dytë. Tani ka shumë analiza nga politikanë të djathtë, nga analistë të ndryshëm të pavarur që thonë se kjo qeveri ka bërë gabime apo ka akumuluar, le të themi, probleme të cilat zakonisht akumulohen në mandatin e dytë, që 2 vitet e para të qeverisjes. Ju mendoni se mund ta përktheni këtë duke shtuar kësaj edhe koalicionin tuaj me partinë e re dhe me parti tjera që mund të vinë e tjera dhe me ofertën. Shumë këtë partinë e re, po dhe me ofertën e Partisë Demokratike. Llogaritë sikur s'është të partinë e re. Ju siguroj që kam ofertën e Partisë Demokratike për qytetarët më me shumë merak. Atëherë që ta mbyllim me pak fjali këtë. Është fare e qartë që situata elektorale për cilën unë flas nuk është
aq për meritën e Partisë Demokratike, se sa ç'është për përgjegjësinë e kësaj magjorance për t'u plagur shpejt. Pra, nuk është merita jonë që nuk pati asnjë titër lindje, po është merit, në thonjza do thoja, e Edi Ramës dhe Ilir Metës, të cilët qeverisën në mënyrën më të keqe të mundshme gjatë këtyre 3 vjetëve. Dhe unë besoj që edhe skandalet që shoqërojnë njëra tjetrën gjatë këtyre ditëve dhe viteve, sigurisht që kanë lënë gjurmët e veta tek koscienca e zgjedhësve shqiptarë. Pa diskutim që kjo është e pamjaftueshme në rast se ti si opozit nuk ke një ofertë besueshme, sepse je ti që duhet bësh gjithmonë diferencën. Dhe unë mendoj që Partia Demokratike e ka detyrim, por ka dhe mundësinë për ta bërë diferencën. Të bëj një pyetje, talte Meraku, me që kishit Merakun, atëherë ju, zoti Basha ka bërë shumë takime këto kohë të fundit, disa takime, me qytetarë të ndryshëm, ku ka propozuar, dhe po e them konkretisht, Partia Demokratike thot kanë plan të ullë të vëshën në 15%, të ullë të atin fitimin dhe atë mbitonarët në... Jo, detaje këto, djallin detaje fshijet. Një sekundë, se ka njerëz të cilët merren... Po flasim për djallin, po flasim për shpëtimtarin. Është në mënyrë shpreje, djalli fshihet në detaje. Ka shumë njerëz të cilët mendojnë se Partia Demokratike e ka hapur krahun e premtimeve, duke bërë një gjë që bëri Edi Rama. Tani. Dhe ky është ekonomik si opozitës. Doni dini opinionin tim për këtë? Absolutisht, se prandaj u kuptuar. Unë mendoj që vesi i të gënjyrit në zgjedhje, të gënjyrit trash. Ne gënjejmë më shumë se kudo tjetër në botë kam përshtypjen në zgjedhje. Dhe sigurisht krye kampioni është fuqi, është në pushtet tani, është Edi Rama. Por në rast se do ta kisha vetë në dorë, unë për vete ndoshta jam përfshirë dhe në këtë lloj epidemie dhe diku mund të kem thënë dhe unë pa vërtetë e mia gjatë fushatave elektorale, megjithëse jam përpjekur shumë të jemi të requr të kjo pjesë. Personalisht mendoj që ka ardhur koha që shqiptarëve tu drejtohesh në mënyrë modeste. Dhe ajo që mund të premtojmë ne sot, Partia Demokratike e Shqipërisë, nuk është as mrekullia e shtatë dhe as parajsa. Sepse e para është e pabesueshme dhe e dyta është e parealizueshme. Të dyja këto. Ne duhet i premtojmë një Shqipëri normale. E them me trishtim këtë gjë, po ne nuk kemi vend normal. Për gjitha ato që tham më lart, kemi ardhur gradualisht në këtë deregje dhe ne duhet në rast se do të varej prej meje, unë do të bëja 5 fjali do ta kisha gjithë programi elektoral. Do thoja që do bëj 1, 2, 3, 4, 5, jo më shumë. Pjesën tjetër kërkoja një pasardhësi tim, sepse të gjitha tjerat janë mashtrime, gënjeshtra dhe shqiptarët nuk kanë nevojë për këto. Shqiptarët nuk kanë nevojë për patetizëm. Edhe ai me 5 pika ka, po nuk do llogaria. Ne duhet t'i premtojmë një Shqipëri normale. Dhe për mua, sot mund t'i fitosh zgjedhjet duke thënë jo ato që do bësh, po ato që s'do bësh. Ato që s'do bësh e di kush janë. Nuk do të ketë më kriminal në parlament dhe në bashki. Nuk do të ketë më koncesione për çdo gjë që i shkrepet një ministri apo një pushtetari. Nuk do të ketë vjedhje masive të fondeve publike, nuk do të ketë nepotizëm, nuk do të ketë arrogancë, nuk do të ketë padrejtësi, nuk do të ketë babzi. Këto janë gjërat që shqiptarët duhen dëgjojnë paraprakisht dhe pastaj varet prej teje në rast se i mban apo si mban premtimet. Asret Patozi, faleminderit, e mora besoj përgjigjen e pyetjes time. Ju faleminderit që ishit këtu me ne. Faleminderit ju për